me mira turistë, se është këtyre biletës është bërë dhe një checkpoint dikut e piramida, që turistë dhe nga Amerika kanë marrë fluturimin për të ardhur të bërë një video, që janë dhe po themi blogera ose influencera, për të ardhur për të bërë një video me protestën. Tani si mund të jesh, do me thënë si mund të anatemosh dhe të thuash që po ikin turistët, nga po ikin turistët. Po turistët i kemi, ambasadori BE-s ka kaluar 4 ditë rresht aty. Po thuaj, se ndoshta mund të jem gabim 3-4 ditë, nuk ka rëndësi. Ishte zëvendës ambasadori ose BE-s më duket, ishte komisioner nga Komisioni Evropian do vinë ditën e hënë. Ja nënt përfaqësues? Nuk e di fiks, më duhet o 7-9, për s'ka rëndësi. Sikur dhe një të jetë, në momenti që vjen... Për ta parë nga afër protestën, për të dhënë mbështetje për protestën? Do ketë edhe, shiko, ata duan të marrë një pamje të parë, sepse zotria ka qenë shumë takime dhe na ka treguar si njerëz me bisht, që nuk ka protesta. Ndërkohë aty u qa New York Times-i, në me thënë pothuajse për ditë, dilin foto në për studio nga të New York Times-it, thoshte sekretari përgjithshëm i PS-s, janë AI, janë me inteligencë artificiale. Do me thënë, është për të vënë duart në kokë që një majorancë e gjithë, që ka një majorancë që nuk e ka pas askush, merret me Facebookun, me Instagramin dhe del armiku kryesor që është algoritmi, se e zgjidhën. Algoritmi dhe tani po tenton të kapi algoritmin, e solli atë tjetri nga Amerika, nga ishte që t'i rrisi çik algoritmin, por nuk është qëllimi, e mori dhe algoritmin. Po pse, ka ndryshuar Shqipëria? Unë kam bërë një thirrje dje, le të dalim te dritarja, ata që se kanë kuptuar akoma çfarë ndodh, le të ndalit te dritarja, të shikoj se ata njerëz sa iranian ka, sa grek ka, se ja ne jemi. Je i bindur që ju shikon? Nga në Unë atë di, sepse ka vënde shumë patronazhist me telefona, ndërkohë ka kamera HD, aty mund të na shohë. Ne kemi nxjerrë, jemi me fytyrë të gjithë. Erlis, ti e kundër, nuk mendon që duhet vazhdoj të jetë paqësore? Duhet ketë një moment që të ndryshoj formën kjo protestë? Unë mendoj se tash jemi në momenti që kjo protesta duhet ndryshoj formën. E dha mesazhin që ne dim të bëjmë protesta paqësore, di të jemi qytetarë, po nëse vazhdojmë kështu mendoj unë, koha punon në favor të Edi Ramës. Që do të thotë? Që do të thotë ai mund të na lërë të protestojmë kështu 6 muaj. Dhe nuk sjell asnjë rezultat, sepse ai këtë e shet lexova diku në një para disa ditëve që ishte përgjigjur ministrit iranian, a kujt i ishte përgjigjur që ndryshe nga vendi juaj, këtu te unë ka demokraci sepse protestohet. Kupton? Ai këtë po e shet edhe si nivel të lartë demokracie. Që nuk e ka bërë ai. Nuk e ka bërë ai, po ai po e shet, edhe mendoj se ne duhet kalojmë në një hap tjetër të protestës. Po nuk mendon që në momentin që protesta bëhet e dhunshme mundu në basë për se shumë grande... Nuk fash një mënyrë tjetër. Cila është? Rezistenca që ju keni zgjedhur? Jo vetëm rezistenca, unë për shumë me... Se duhet të theksoj që s'jam pjesë e grupit organizator, që mos duket s'ku po flasë të dhe ne më të aty. Ajo që kam propozuar është bllokimi i institucioneve. Një ditë, ne të bllokojmë parlamentin. Tani s'mund të vazhdoj parlamentit të funksionojë normalisht, s'mund të vazhdojnë ministrit të vjedhej normalisht. S'mund të vazhdojë Edi Rama detyra normalisht, ku nuk na dëgjon ne që kemi 200.000 veta në shesh, edhe ai thot unë do jap dorëheqjen ku dua unë. Kupton, kjo është se ai po e tenton ta bëjë këtë gjë dhe ne nuk ram në grackën e tij. Ai tentoi të na çojë drejt dhunës, se thotë unë do iki ku dua unë. Na nxori dhe ata deputetët e vetë, na nxori dhe deputetët e vetë për të krijuar institucion. Ishte provokim sipas juaj? Patjetër është, domethënë, sepse të gjithë deputetët e tjerë unë isha aty, të gjithë deputetët e tjerë u ngarkuan. Respekt që unë kam pas për pjesën e historisë të ulëmtimit që ai ka bërë, domethënë, për mua është një këndvështrim që është një njeri ullët, për mua pa shtyllë kurrizore, që doli aty të provokonte, që pa tjetër do me thështë e i gatshëm të bënde çfarë do, vetëm për t'i rënë në sy shefit, do me thënë dhe të tentonte që ata të rinj, sepse protesta nuk është, unë po e quaj të paktën ata që janë të lindur para 90-s, një brez, një lloj i humbur në sensi protesta është, aty janë xhenzit. Do me thënë janë brezat që edhe protesta është e atyre. Unë veten time në atë protestë e shoh si suportues që mos t'i prishin protestën atyre. Do me thënë mos t'i cënojnë ata të rinj. Është për ata të rinj. Nuk është, do me thënë, nuk është as të çosh ata të rinj, që janë shumë paqësor, kanë një empati
shumë të shtuar, dhe ju besoj e keni parë se të gjithë, do me thënë, ne kemi fëmijët në atë moshë, dhe të dalësh si provokator për t'i shtyrë drejt dhunës, që është e turpshme. Me thënë, ajo të regon nivelin e ti, nuk të regon protestuesit e të regua nivelin e tyre, dhe qytetarin në maksimum, do me thënë, Zoti Rama është munduar edhe kur s'ka dash të lëvizi levat, do me thënë, ne kemi ca deputet që bëhen leva dhe pa ja kërkuar, po realisht, se tani, jo çdo gjë duhet zbuluar dhe nga, po themi, strategjit që ka protesta, unë nuk është se jam përfaqësues i protestës. Që temi të qartë. Në sensin, askush nuk është atje, askush nga ne nuk mund të mbledhi 200.000 veta. Të dalim aty në një shesh tjetër, askush nuk mbledh. Dhe askush nuk mund të thotë... Po kam përshtypjen se edhe Edi Rama pa Partinë Socialiste ka të vështirë të mbledhë 200.000 veta. Do me thënë, ja kaloi edhe ajo goca nga Elbasani, edhe në vota, dikur ja kaloi Zoti Balla, kështu që filloi ti reduktonte se edhe aty e kuptoj, do me thënë, aty u bë xheloz, do me kaq pjesë, është ajo pjesa që ne duhet të presim nga një kryeministër që të na çojë në BE shumë përgjegjësi, shumë maturi, tani është dhe me moshë. Keni një lloj frike ose merakun fakti që është vera para? Mund të sjellë një reduktim të numrit për të rinisur sërish, vera shumë e bukur. Vera shumë e bukur, po unë mendoj se ajo që mund ta reduktoj numrin, siç e thash, frika ime, do doja ta kisha gabim, është zgjatja. Zgjatja e protestës në të njëjtën mënyrë, se bëhet një rutinë që njerëzit nuk i tërheq më, se le të jemi realistë, aty janë shumica prej personave që janë aty janë për herë të parë në protestë. Shumica janë brezëria 20 vjeç. Kam protestuar, unë thash kam protestuar, Gjergji ka protestuar, ka bërë denoncimet e veta, po aty ke 50% janë rreth 18 dhe 25 vjeç, që nuk kanë protestuar. Fantastik ata. Po, është fantastik, është jashtëzakonshme, dhe thash është protesta më e bukur që ka marrë pjesë ndonjëherë, se siç e the edhe një sert, unë nuk bie dakord me 40% sheshit aty, duke i marrë individet atë që përfaqësojnë. Po aty jemi bërë bashkë, kjo është më e bukur e kësaj proteste. Unë, siç thash, kam bërë protestë kundër një komuniteti të caktuar përpara një muaji, dhe sot po ndaj ujin, po ndaj bukën me tokë. Kjo është e buka e gjithë kësaj proteste. Nuk e di, jam shumë kurioze se si është kjo harmonia mes grupeve, se po e diskutoja pak më parë dhe me zotin Muçi. I bie që nuk keni qenë në protestë. Aty janë bashkë, jo, unë kam qenë. Po ja, i referohemi... Se ndryshe do të shoh që janë fantastika. Me që ju referove zotit Muçi. Unë mendoj se përveç Edi Ramës, i vetmi njeri, apo e vetmja parti që nuk do kisha votuar kur është ideologjia e partisë zotit Muçi. Për mendimin tim janë totalisht majt, ekstremisht majt, në bindet e mia nuk do t'i votoja kur. Po ndaj sheshin sot me ta. Dhe besoj se si ato, pavarësisht ato e çojnë më tej ato kërkesat e tyre për rrëzimin e sistemit, unë mendoj të kundërt, jo mendoj se nuk duhet rrëzuar, por mendoj se sistemi është Edi Rama. Në momenti që bie Edi Rama, ka rënë sistemi me ndërë. Se në qoftë se mund t'i ke Edi Rama dhe të jetë një tjetër përfaqësues i Partisë Socialiste, ndryshon sistemi? Jo. Sepse kishim rastin e... Kur flasë Edi Rama komplet... Shkojmë në reklama dhe kthehemi në pjesën e tretë në minutat e tjera të emisionit.